Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Ja se sa feta buk duhet të hani sipas moshës që keni. Disa njerëz prirën të teprojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezën e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për të konsumuar shëndetshëm, por të plot bukën në varësi të llojit të saj që konsumoni vazhdimisht. Nëse preferoni që të hani bukën e bardhë, qoftë e thekur ose e butë, kjo bukë është ndër më të njohurat nga të gjitha dhe shkon me gjithçka në tryezë. Një person mesatarisht mund të konsumojë deri në 8 feta bukë të bardhë në ditë. Megjithatë, siguroni që të balanconi atë në konsum të burimeve të tjera të karbohidrateve. Për shembull, mund të zhvendësoni 3 feta bukë me një patate të madhe ose një patate mesatare me një fet bukë. Buka e zezë. Konsumi ditor i kësaj buke të shijshme varet nga qëllimi për trupin tuaj. Pra nëse po përpiqeni të ruani peshën tuaj aktuale, mund të konsumoni të paktën deri në 12 feta bukë gruri integral në ditë. Por nëse synoni që të humbisni në peshë, mund të dëshironi që të konsumoni 8 feta në ditë dhe kjo varet nga marrja e karbohidrateve gjatë gjithë ditës. Pite. Rekomandohet të konsumoni deri në një copë e gjysmë bukë pita në ditë. Kufizoni këtë sasi në një copë kur vakti juaj përmban brumra të tjera të karbohidrateve si orizi, makaronat, gjithashtu edhe bullguri. Të dhënat nga Eurostat tregojnë se fenomenet shqetësuese për shqiptarët janë edhe teprimi me bukën. Shpenzimet për bukë dhe drithra shërbejnë për pjesën e konsiderueshme për shpenzimin e të ardhurave të tyre, duke i vendosur këto shpenzime në nivele më të larta në shumë vende të tjera europiane. Kjo studime ka ndikime të mëdha edhe në shfaqjen e problemeve të trupit. Buka ka një rëndësi të veçantë në kulturën shqiptare, e cila shpesh konsiderohet thelbësore për çdo vakt. Kjo ka ndikuar që shqiptarët të shohin bukën si një nevojë të përjetshme të konsumit të saj, duke bërë atë pjesë të pandashme të dietave të tyre. Megjithatë, siç thot populli, gjedha me krip dhe kripa me karar, prandaj është domosdoshme që konsumi i bukës të jetë në ekuilibër dhe me kufi. Sipas ekspertëve të ushqimit, çdo fet buke konsumuar duhet të merret parasysh me kujdes. Racioni ditor i drithrave është i varur nga mosha, gjinia dhe aktiviteti fizik. Për gratë nga 19 deri në 50 vjeç rekomandohet një konsum prej 6 racione drithi në ditë. Gratë në mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione, ndërsa burrat e rinj nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për deri në 8 racione drithi në ditë. Burrat nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione, ndërsa ata mbi 50 vjeç kanë nevojë për 6 racione. Konsumi i këtyre produkteve në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për të rritur vlerat e trupit dhe gjithashtu për të parandaluar një sër komplikacionesh. Ekzistojnë lloje të ndryshme të bukës, por shpesh marrim mesazhin nga piknisja ushqyese, buka është e mirë apo e keqe për organizmin tuaj. Ka dieta të tëra që përqendrohen gjithashtu edhe te shmangja e saj dhe karbohidrateve të tjera, duke vënë në vështirësi personat mbi të gjithë që i preferojnë konsumin e tyre. Por a është e nevojshme që ju të evitoni bukën nga dieta juaj? Buka dhe karbohidratet kanë ndikime të ndryshme në shëndetin e çdo personi. Disa besojnë se buka duhet të shmanget plotësisht, por duhet të dini se buka nuk është krejtësisht e pavlerë. Ajo përmban vlera të shumta ushqyese. Buka mund të jetë pjesë e një diete ose regjimi ushqimor të ekuilibruar dhe duhet të dini se karbohidratet janë vendimtare për një shëndet të mirë. Drithrat, të cilat mund të gjenden në bukë, mund të parandalojnë diabetin e tipi 2, sëmundjet kardiovaskulare, problemet kolorektale, pankreasin dhe problemet e stomakut. Trupi jonë ka nevojë për karbohidrate në mënyrë që të funksionojë. Ato janë gjithashtu burime që ushqejnë edhe trurin. Nëse vini re sa herë që ju konsumoni karbohidrate, mund të ndjeni të plogësht, thjesht mos konsumoni një ndryshim të tepërt të bukës. Nëse jeni duke kërkuar për bukën më të shëndetshme, ka shumë faktorë që duhet të merren parasysh, si lloji që blini, me çfarë shoqëroni dhe sa e ekuilibruar është marrëdhënia juaj me të.
A ka ndonjë lloj buke që është ushqyese më shumë se sa tjetra? Kjo varet gjithmonë nga ajo që kërkoni, prandaj është e rëndësishme të përcaktoni qëllimin tuaj shëndetësor. Por çfarë do të thotë për shëndetin tuaj? Për shembull, buka e grurit ofron më shumë vitamina, drithra dhe fibra. Ato kanë gjithashtu edhe pak ndikime negative në luhatjen e sheqerit në gjak, gjë që mund të jetë e dobishme për njerëzit që kanë rezistencë ndaj insulinës. Për disa njerëz thjesht kanë një preferencë të fortë për bukën e bardhë, dhe nëse krahasoni përbërësit në etiketën ushqimore do të vini re se të dyja llojet nuk kanë shumë ndryshime. Për ata që kanë shqetësime në shëndetin e zorëve ose që duan shijen e bukës së bardhë të parafinuar së tepërmi, mund të provojnë bukën e bardhë nga burime të tharta. Brumi i thartë fermentohet në një proces që mund të jetë i dobishëm për mikrobiomën e zorëve tuaja. E nëse buka që keni me të vërtet përbën brumin e fermentuar, mund të jeni në gjendje ta tresni gjithashtu glutenin më lehtë. Për te llojit të bukës, ju duhet të shihni përbërësit e saj. Kërkoni përbërës të thjeshtë si për shembull mielin, ujin, kripën dhe majan. Por nëse jeni duke kërkuar gjithashtu për më shumë fibra, buka e përgatitur me drithë të plot është mënyra më e mirë. Prandaj, duhet të kërkoni për një fet bukë me fara. Por buka dietike ose buka me pak karbohidrate, ekspertët e ushqimit nuk e këshillojnë. Zakonisht ato mund të kenë përbërës të shtuar dhe të panevojshëm për t'i dhënë atyre më shumë shije. Por a duhet të konsumoni karbohidrate? Nëse jeni të shqetësuar për sheqerin në gjak, mund të jetë pjesë e një vakti të ekuilibruar nëse shtoni yndyrnat dhe proteinat e shëndetshme. Karbohidratet, si ato që gjenden te buka, mund t'i japin një rritje të shpejtë të energjisë që ulen nëse konsumonin bukën e thatë. Por shtimi i proteinave dhe yndyrnave ndihmon në ruajtjen e niveleve të sheqerit. Pavarësisht nëse është bukë me drithë integral ose bukë e bardhë, dietologët të shumtë këshillojnë ta shoqëroni atë me proteina dhe me një yndyrë të shëndetshme. Për shembull, nëse jeni duke bërë mëngjes, provoni të kombinoni tostin me vezë, avokado dhe gjalpë kikiriku. Për drek, sanduiç të kombinuar me proteinë, yndyrna të shëndetshme, gjithashtu edhe element të duhur ushqyes. Dhe nëse konsumoni një sallatë të madhe me proteina për drek ose për darkë, mund të shoqëroni gjithashtu edhe me karbohidrate më të shëndetshme, të cilët do të sjellin rezultate më të mira për trupin tuaj. Buka duhet të konsumohet gjithmonë brenda sasive të lejuar. Në një botë ku drithrat mund të etiketohen si ushqim i dëmshëm, përzgjedhja e shëndetshme mund të jetë sfida e madhe. Buka, një nga ushqimet më të vjetra dhe më të përdorura, shpesh është në qendër të debateve për ushqim. Me kaq shumë lloje të ndryshme të bukës që shiten në supermarkete në përfura të bukës, Women Health Magazine ka cituar se cilat janë bukrat më të shëndetshme. Sipas dietologes Donna Peters, jo të gjitha bukët janë të njëjta. Shumica e bukëve që gjeten në supermarkete ose në furrë janë të përpunuara shumë dhe përmbajnë krip, sheqer dhe konservant, të cilët kanë pak vlera ushqimore. Studimet kanë lidhur konsumin e këtyre bukrave me probleme të shëndetit si diabeti, shëndeti dobët i zorëve, madje edhe probleme të shëndetit tuaj tretës. Andaj, për të evituar një problem të tillë, duhet të zgjidhni sa më shumë produkte natyrale të shtoni në gatimin e tyre. Buka nga supermarketet është më e lehtë për t'u blerë. Ajo nuk është gjithmonë opsioni më i mirë për trupin. Nga ana tjetër, buka origjinale ose autentike si buka në brumra të fermentuar, buka me fara të liri dhe buka me grur janë më të pasura me lëndë ushqyese dhe janë gjithashtu edhe më të elementet më të mirë. Buka e bardhë e bërë nga mielli rafinuar është e varfër në lëndë ushqyese dhe më e mira në këto raste këshillohet që të konsumoni bukën prej grurit të plot për të marrë përfitimet e tyre në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.